Një tjetër rrjet prostitucioni është goditur në kryeqytet. Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurim pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë ka finalizuar një operacion të posaçëm kundër shfrytëzimit të prostitucionit dhe përshtatjes së ambienteve për ushtrimin e kësaj veprimtarie të palishme. Në përfundim të hetimeve janë arrestuar në flagrancë 3 persona dhe janë proceduar penalisht 2 të tjerë. Në pranga përfundoi një 22 vjeçar shqiptar i cili akuzohet për shfrytëzim të prostitucionit, ndërsa 2 prej të arrestuarve janë shtetas kolumbian që akuzohen për mbajtje të lokaleve për prostitucion dhe prostitucion. 2 gra të tjera me shtetësi kolumbiane janë proceduar penalisht në gjendje të lirë në akuzën e ushtrimit të prostitucionit. Sipas hetimeve, 22 vjeçari kishte rekrutuar dhe shfrytzuar 4 shtetase nga Kolumbia, të cilat ushtronin aktivitetin e ndaluar në një apartament të marrë me qira në rrugën e Barikatave. Banesa, e cila ndodhej në një zonë të frekuentuar të kryeqytetit, ishte përshtatur posaçërisht për ofrimin e shërbimeve seksuale kundrejt pagesës. Policia ka sekuestruar telefon celular, para dhe prova të tjera materiale që lidhen me veprimtarinë kriminale. Burime nga grupi hetimor bën me dije se 2 prej grave kishin mbërritur në Shqipëri vetëm pak muaj më parë dhe kishin krijuar kontakte përmes rrjeteve sociale, duke u futur në rrjetin e shfrytëzimit organizuar nga 22 vjeçari. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se klientët siguroheshin nëpërmjet komunikimeve online dhe takimet zhvilloheshin në ambientet e apartamentit të marrë me qira. Policia e Tiranës bën me dije se vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, të cilët mund të kenë ndihmuar në logjistikën apo rekrutimin e grave të huaja.